Si ka mundësi që gabimi më i madh në jetën e dikujt të kthehet në themelin e suksesit më të madh? Kjo është historia e Ray Dalios, një prej investitorëve më të njohur në botë, i cili e ndërtoi të gjithë filozofinë e tij pikërisht mbi rrënojat e dështimit të tij më të thellë. Kjo nuk është thjesht një histori suksesi, është, le të themi, një udhëzues se si ta shndërrosh dhimbjen në përparim. Le të thellohemi për të kuptuar saktësisht se si. Pra, le ta nisim historinë, por jo me suksesin e pamast të Ray Dalios. Le ta nisim me momentin kur ai humbi absolutisht gjithçka. Ky nuk ishte thjesht një moment i vështirë, por ishte pika zero nga ku lindi çdo gjë që pasoi më vonë. Ky citat, në fakt, e përmbledh thelbin e gjithçkaje. Imagjinoni pak atë momentin kur siguria profesionale dhe financiare t'je shembet plotësisht. E po, për Dalion, kjo humbje shkatërruese nuk ishte fundi. Përkundrazi, u bë katalizatori i fuqishëm për një mënyrë krejtësisht të re të menduarit. Pra, nuk ishte thjesht një pengesë, ishte një transformim i detyruar. Ishte viti 1982. Ray Dalio ishte absolutisht i bindur, pas një dyshim se ekonomia amerikane po shkonte drejt kolapsit, dhe vuri bast gjithçka, paratë e tij, të klientëve, reputacionin, gjithçka kundër tregut. Por tregu bëri të kundërtën. U rrit në mënyrë spektakolare dhe ai doli se ishte plotësisht katastrofikisht i gabuar. Pas gjithë asaj, kjo ishte e vetmja shumë që i kishte mbetur. Praktikisht ishte i falimentuar. Goditja nuk ishte vetëm financiare. Situata ishte aq e rëndë sa që ju desh të merrte hua nga jati për të paguar faturat e zakonshme të familjes, dhe më pas i duhej të bënte gjën më të vështirë, të pushonte nga puna të gjithë stafin e tij. Këta ishin njerëz që ai konsideronte si familje, njerëz që i kishin besuar vizionit të tij. Ishte fundi i një epoke, por siç doli më vonë, ishte edhe fillimi i detyruar i një tjetre. E gjithë kjo përvojë e dhimbshme ja hoqi plotësisht arrogancën. Në një botë ku të gjithë përpiqen me çdo kusht të provojnë se kanë të drejtë, ai u detyrua të bënte pyetjen më të përundur, por edhe më të fuqishme. Si mund ta di unë që kam të drejtë? Kjo pyetje vetme do të ndryshonte rrjedhën e jetës së tij dhe do të bëhej themeli i kompanisë së tij Bridgewater Associates. Ishte një moment për ulësie kaq të thellë, saqë i hapi rrugën një mençurie krejt të re. Përgjigjja ndaj asaj pyetjeje nuk ishte as pak një formule thjesht, ishte krijimi i një kulture të tërë, një kulture radikalisht të ndryshme nga çdo gjë tjetër në Wall Street, një sistem i projektuar jo për të mbrojtur egot, por për të gjetur të vërtetën me çdo kusht. Temeli i këtij sistemi është koncepti i parimeve. Mendojeni ato si receta gatimi, ose si algoritme për jetën. Sa herë që përballesh me një situatë, e analizon, merr një vendim dhe pastaj e dokumenton procesin. Kështu, herën tjetër që të ndodhe njëjta gjë, nuk e nis nga zeroja, ke një parim të shkruar që të udhëheq. Çdo përvojë, e mira apo e keqe, kthehet në një parim të kodifikuar. Për të gjetur idet më të mira, fillimisht duhet t'i kesh të gjitha idet dhe opinionet hapur në tryez. Kjo quhet e vërteta radikale. Kjo tingëllon e thjesht në teori, apo jo, por në praktik është jashtëzakonisht e vështirë. Kërkon që njerëzit jenë të gatshëm të kritikojnë dhe të kritikohen hapur, pa pasur frikë nga pasojat. Kjo është shtylla e parë për të arritur te vendimet më të mira. Mirpo, të thuash të vërtetën nuk mjafton nëse njerëzit operojnë me informacione të ndryshme, dhe këtu hyn në lojë transparenca radikale. Kjo do thotë që pothuajse gjithçka në kompani, nga takimet deri te të dhënat e performancës, është e hapur për të gjithë. Ideja është të eliminojnë komplet politikat e zyrës dhe agjendat e fshehura, duke u siguruar që të gjithë po e shohin të njëjtin realitet objektiv. Dhe ja ku arrim te qëllimi përfundimtar, një meritokraci e ideve. Kur ke të vërtetën dhe transparencën radikale, ti krijon një mjedis ku idetë më të mira fitojnë, pavarësisht se nga kush vijnë. Nuk ka rëndësi nëse je drejtori ekzekutiv apo një praktikant i ri. Nëse ideja jote i mbijeton një testim i rigoroz, ajo fiton. Ky është një sistem që jep përparësi meritës së idesë, jo pozitës së personit. Pra, mirë, e gjithë kjo teori tingëllon shumë interesante, por si duket në të vërtetë kjo meritokracia e ideve në praktik? Si funksionon ajo në baza ditore, sidomos kur ka mosmarrveshje reale? Le t'i hedhim një sy mekanizmave të saj. Dalio e përmbledh gjithë procesin në këto 3 hapa thelbësor. Hapi i parë, siç e tham, është të thuash atë që mendon sinqerisht. Hapi i dytë është kyçi, të angazhohesh në mosmarrveshje të menduar. Kjo nuk është një debat ku secili përpiqet të fitojë, është një eksplorim i përbashkët, ku qëllimi është të kuptosh perspektivën e tjetrit për të arritur të përgjigja më e mirë,
jo të mbrosh egon tënde. Ai e quan këtë arti i mosmarrveshjes së menduar. Kjo kërkon një ndryshim themelor të mentalitetit, nga unë kam të drejtë te le ta zbulojmë së bashku se çfarë është e vërtetë. Është një proces i të mësuarit kolektiv që synon të kalojë përtej opinioneve individuale për të gjetur të vërtetën më të mundshme. Mirë po, si kalohen mosmarrveshjet kur njerëzit thjesht nuk bien dakord? Nuk është një dekret nga shefi si në një hierarki tipike, dhe nuk është asnjë votim demokratik ku çdo opinion vlen një lloj. Sistemi quhet marrja e vendimeve e ponderuar sipas besueshmërisë. Do me thonë, jo të gjitha opinionet kanë të njëjtën peshë. Por çfarë është kjo besueshmëri? Është një kombinim i ekspertizës dhe historikut të një personi në një fushë të caktuar. Për shembull, nëse diskutohet një strategji marketingu, opinioni i një specialisti marketingu me 10 vite sukses do të ketë më shumë peshë se opinioni i një inxhinieri software-i, edhe nëse inxhinieri është më i lartë në hierarki. Kjo siguron që zërat më të kualifikuar të kenë ndikimin më të madh, duke i dhënë vlerë meritës, jo pozitës. Dhe këtu gjërat bëhen vërtet futuristike. Bridgewater i ka marrë këto parime të vendimarrjes njerëzore dhe i ka kthyer në algoritme kompjuterike. Për më shumë se 25 vjet ata kanë përdorur sisteme ku vendimet merren njëkohësisht nga njerëzit dhe nga kompjutrat. Kompjuteri ndjek parimet në mënyrë totalisht të paanshme, duke shërbyer si një lloj arbitri logjik që plotëson dhe sfidon inteligjencën njerëzore. Por për Dalion, ky sistem për gjetjen e së vërtetës nuk vlen vetëm për menaxhimin e një fondi investimesh. Ai beson se e njëjta logjik, pra të lësh egot me njan dhe të kërkosh zgjidhjet më të mira përmes mosmarrveshjes së menduar, mund të aplikohet edhe në sfidat tona më të mëdha shoqërore, siç është hendeku i pasurisë. Dhe një nga sfidat më të mëdha që ai thekson si një problem strukturor është ndarja e thellë dhe gjithnjë e rritje brenda ekonomisë. Ai argumenton se ne nuk jetojmë më në një ekonomi të vetme, por në dy ekonomi paralele që po largojnë gjithnjë më shumë nga njëra tjetra. Ai përshkruan një realitet të dyfisht. Një ekonomi funksionale, madje e lulëzuar, për 40% të sipërme të popullsisë, dhe një ekonomi tjetër, një ekonomi të mjerueshme, për 60% të poshtme. Këto nuk janë thjesht nivele të ndryshme të ardhurash, janë praktikisht dy botë që operojnë me rregulla dhe rezultate krejtësisht të ndryshme. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me para. Dalje thekson se për këtë grup shumicë të ardhurat reale nuk janë rritur për dekada, por më shqetësuese ai tregon për rritjen e vdekjeve nga dëshpërimi, si vetvrasjet dhe mbidozat që prekin në mënyrë disproporcionale këtë segment të popullsisë. Pra bëhet fjalë për shëndetin, mirëqenien dhe mungesën e mundësive. Dhe ky është një paralajmërim që vjen nga një prej kapitalistëve më të suksesshëm të kohës sonë. Ai deklaron se pabarazia aktuale e pasurisë është më e madhja që nga periudha e depresionit të madh, duke e cilësuar atë si çështjen më kritike, ekonomike, sociale dhe politike me të cilën përballemi sot, një sfidë që kërcënon vetë stabilitetin shoqëror. Kjo na sjell në pyetjen përfundimtare dhe provokuese që bën Dalio, dhe kjo në fakt na kthen në fillim te ideja e tij qendrore. Ai sugjeron se ashtu si ati u desh të linte më njanë arogancën për të mbjetuar, ndoshta edhe ne si shoqëri duhet të gjejmë një mënyrë më të mirë për të zgjidhur mosmarrveshjet tona më të thella. Një lloj meritokracie i desh në nivel kombëtar për ta trajtuar këtë hendek para se të bëhet i pakapërcyeshëm.